Përshëndetje, jemi në orën e gjuhës shqipe, sot do të prezantoj punimet të punuara nga dora. Kjo është një pemë për punuar prej telit të hollë, aluminit dhe blurit. Ky është një punim i përpunuar prej telit të hollë dhe i zbukuruar me ruza. Ky është një punim nga druri që shërben për mbajtjen e çiririt. Kjo këtu është një shfuzorje e përpunuar nga druri. Këto janë dy punime të punuara me argjir. Këtu kemi një bicikletë e punuar nga teli. Kjo është një tentene e punuar me gradës. Kjo është një shtëpizë për bërë prej letre. Ky është një punim me mbetjet e kanaçeve. Këto janë dy garnitura të punuara me petë të bardhë. Ata janë të përdorura si pjesë dekorative. Këtu janë dy punime të qeramikës të punuara me argjir. Kjo është një shtëpi e punuar në formën 3D. Materialet që i kemi përdorur për të ndërtuar këtë shtëpi është guri dhe druri. Kjo është një belezrik e punuar me tel nga Bashkim Freza.